Hani mjalt me arra çdo ditë dhe do shëroni këto probleme. Kur hani rregullisht mjalt dhe arra në organizmin ton ndodhin këto ndryshime. Shëron kokëdhimbjen, normalizon punën e sistemit të tretjes. Për të zgjidhur problemin me kapsllokun, më shpesh hani këtë përbërje të ëmbël. Mjalti dhe arrat janë të pasëvendësueshme për shëndetin e femrës, sepse përmbajnë substanca të cilat përmirësojnë qarkullimin e gjakut në organet të komblikut. Për forcim të imunitetit mjafton që çdo ditë të hani një sasi të vogël të kësaj përbërje. Nëse jeni ftohur, do t'ju ndihmojë që më shpejt të liroheni nga mbyllja e hundës dhe përflakja e fytit. Nëse vuani nga anemia, hani këtë artikuj sepse përmbajnë zink, mangan dhe hekur. Mjalti dhe arra stabilizojnë çrregullimet metabolike. Rekomandohet të hani më shumë artikuj të tillë gjatë punës intensive të trurit, të cilat përmirësojnë edhe përqendrimin tuaj.